Si ka ndikuar faktikisht kjo gjë edhe në Kosovë gjatë këtij viti? Ka rritje të kostës së jetesës në Kosovë? Është e dukshme? Realisht, kostoja e jetesës është një nga sfidat kryesore me të cilat përballen shumë vende, jo vetëm Kosova dhe rajoni. Mirë, po mënyra se si po i menaxhojmë këto, pastaj po ndikon në qëndrueshmërinë e politikave dhe në jetëgjatësinë e politikave të shëndetshme. Edhe në Kosovë, po edhe në vendet e rajonit, qytetarët kanë plotësisht të drejtë të shqetësohen, të brengosen për koston e jetës, për rritjen e çmimeve, për inflacionin e vazhdueshëm. Vetëm së fundmi kanë dalë pra dhe të gjeturat e fundit, pra statistikat e fundit, që në vendin tonë inflacioni vazhdon të jetë shqetësues në norma të larta, në norma të pamenaxhueshme. Sigurisht që kjo po varion nga vendi në vend, mirë po nga perceptimi publik, qytetarët edhe të vendit tonë edhe të rajonit kanë të drejtë pra të brengosen, për shkak se standardi i jetës nuk është në rritje proporcionale me rritjen e kostës së jetës. Me fjalë të tjera, lëvizja e çmimeve po është shumë shpejt se sa lëvizja pozitive e të ardhurave, të cilat do ta mundsonin një amortizim ose një zbutje të rritjes së vazhdueshme të këtyre çmimeve. A i bie kjo që standardi i jetës nuk po përmirësohet, pra thatë që çmimet janë rritur, por standardi i jetës për qytetarët duket se është më i ulët. Përgjithsisht vendet e Ballkanit Perëndimor, në veçanti Bosnia dhe Kosova, vazhdojnë të jenë të renditura në mesin e vendeve të fundit në kontinentin evropian, sa i përket fuqisë blerëse dhe të ardhurave për kokë banori. Sigurisht që as pjesa tjetër e rajonit nuk është që qëndron në mënyrë të dukshme më të mirë, dhe këta indikator na tregojnë që me të vërtetë kemi arsye ta kemi një perceptim të tillë që kostoja e jetës është vërtet për t'u shqetësuar. Me fjalë të tjera, raporti ndërmjet të ardhurave për kokë banori që kanë njerëzit e ekonomitë familjare është shumë i ulët dhe është në kurriz të kostos që paguajnë. Me fjalë të tjera, atë që kemi paguar më herët dhe atë që po paguajmë sot ka një ndryshim negativ, për shkak se nuk po mund t'ia dalim që për të njëjtën shport ushqimore bazike konsumatorë dhe qytetarë të tjerë ta kenë një levardi në sensin e blerjes edhe shpenzimeve që nevojojnë